Sektori tatim taksave nëpërmet ka rritur të përmbush në masën 82% planin e të ardhurave për gjysmën e parë të vitit. Drejtoresha Etleva Myftari vlerëson këtë si një tregues pozitiv, por edhe nënvizon se sfidë mbeten debitorët, të cilët kryesisht janë biznese të vogla që nuk kanë kryer ende detyrimet e tyre. Gjatë kësaj periudhe mendojmë se kemi ecur me atë ritmin e vjeljes së të ardhurave me një ritëm të mirë, ku si punojësit e bashkisë edhe biznesi është përpjekur që të na ndihmojë që neve të vjelim në kohë të ardhurat. Pavarësisht se edhe gjatë kësaj periudhe kemi hasur dhe neve ato problemet tona, pasi edhe akoma kemi punë me ndërgjegjësimin e biznesit dhe të popullatës për shlyerjen e të ardhurave në kohë. Myftari u drejton një apel debitorëve që të shlyejnë sa më parë detyrimet. Deri në datën 30 ishte shlyerja ku biznesi duhet ta bënte shlyerjen vet, detyrimin e vitit dhe detyrimin e viteve të prapandetura. Kemi nisur njoftimin për këtë gjë dhe tani mendojmë se ka ardhur hapi tjetër, ku neve do kalojmë nëse brenda kësaj periudhe biznesi nuk do na shlyejë, ne do kalojmë në hapin tjetër në atë të bllokimit të llogarive. Burime nga ky institucion bëjnë me dije se në rast të mospagesës, bashkia do të ndërmarrë masa ndaj debitorëve në përputhje me ligjin.